Zoja e Guadalupes, mrekullia e imazhit, lutja e shenjtërisë hyjnore dhe mrekullisë. Juan Diego ishte duke shkuar përmes herët në mëngjes, papritur dëgjoi një këngë hyjnore dhe pa një dritë të madhe mbi kodër. Aty i doli përpara një zonjë e bukur, e veshur me rroba të ndritshme dhe me një mantel blu të zbukuruar me yje. Ajo i tha: "Unë jam Maria, nëna e hyjit të vërtet, dhe dua që në këtë vend të ngrihet një kish, ku unë do të dëgjoj lutjet dhe do të ndihmoj popullin tim." Virgjëresha ju shfaq Juan Diegos në 12 dhjetor. Pastaj i tha të ngjitej në majtë të kodrës dhe të mblidhte trëndafila të freskët, edhe pse ishte dimër dhe zakonisht nuk lulëzonin. Juan Diego i mblodhi trëndafilat në mantelin e tij tilma dhe i çoi te i peshkvi. Kur hapi mantelin para tij, trëndafilat ranë në tokë dhe në pëlhur u shfaq mrekullisht imazhi i Virgjëreshës së Guadalupes. Fjalët e Marisë drejtuar Juan Diegos dhe gjithë besimtarëve. Mos lejo që zemra jote të shqetësohet. A nuk jam unë këtu? Kush është nëna jote? A nuk je në mbrojtjen time? A nuk jam unë shëndeti yt? A nuk je i lumtur në gjirin tim? Çfarë tjetër dëshiron? Mos u pikëllo dhe mos u shqetëso nga asgjë. Lutja e shenjtërisë hyjnore dhe mrekullisë. Nënë e dashur, të duam, të falenderojmë për premtimin tënd, për të na ndihmuar në nevojën tonë. Ne besojmë në dashurinë tënde që na than lotët dhe na ngushëllon. Na mëso të gjejmë paqen tonë në birin tënd, Jezusin, dhe na bekoh çdo ditë të jetës sonë. Na ndihmo të ndërtojmë një faltore në zemrat tona. Bëje po aq të bukur sa ajo e ndërtuar për ty në malin Tepejak. Një faltore plot besim, shpresë dhe dashuri për Jezusin, që po bëhet gjithnjë më i fortë çdo ditë. Mari, ti ke zgjedhur të qëndrosh me ne duke na dhënë imazhin tënd më të mrekullueshëm dhe të shenjtë të vetes, në pelerinën e Juan Diegos. Le ta ndjejmë praninë tënde të dashur, ndërsa shikojmë fytyrën tënde. Ashtu si Juan, a jep guxim t'u çojë mesazhin tënd të shpresës të gjithëve. Ti je nëna jonë dhe frymëzimi ynë. Dëgjoj lutjet tona dhe përgjigju. Amen.